8 dhjetor është një ditë e madhe kur studentët u ngritën kundër diktaturës. Respekt për të gjithë ata që i dhanë grushtin e fortë diktaturës. Nuk ka qenë e lehtë. Ai brez studentësh ka qenë me fat që ka jetuar në atë javë brillante, të cilën unë e kujtoj në 8 dhjetor kam qenë në Liverpool, i ftuar nga disa miq gazetarë anglez, mbasi ata erdhën dhe vizituan Shqipërinë kur luante kombëtari e tyre. Të nesërmen kam pasur një intervistë të BBC, si dhe një gazetare nga Gazeta Times, diçka e pabesueshme, por një gëzim shumë i madh. Askush nuk e dinte se si do të zhvilloheshin ngjarjet dhe se si edhe Shqipëria do të synonte të bëhej pjesë e Europës, aty ku takon. Mbas 35 vitesh natyrisht që gjithkush ka drejt të thotë jemi të zhgënjur, Shqipëria nuk është bërë si Europa, ka ngaluar shumë kohë dhe natyrisht kur drejton një autokrat, një gjysmë diktator, kur sundon përsëri vazhduesja e Partisë Punës, dikur ish Partia Komuniste, nga dikush që kërkoi të hynte tek lëvizja studentore në atë kohë që ishte pedagog, edhe pse ka qenë në Greqi aso kohë, kur ndodhin këto ngjarje të mëdha, gjithkush e di se sa vështirësi ishte që të merrje një vizë në atë kohë. Megjithatë, janë data historike që nuk harrohen, siç ka qenë në 9 rënja e murit të Berlinit, natyrisht që gjithçka nisi nga Gorbaçovi, nga dorëheqja e perandorisë së djallit dhe dorëzimi ndaj Europës. Sot përsëri Shqipëria është në një kryqëzim, ashtu si thoshte dikur Ramizalia, as lindi as perëndim. Dhe personi që e mban peng është Edi Rama. Se sa do të vazhdoj të mbaj peng, askush nuk e di, por çasti, momenti është që fronti opozitar duhet të jetë gjithë përfshirës, edhe pse gjysma e shqiptarëve kanë braktisur vendin. Sytë mbahen nga Amerika. Rama ka investuar shumë tek dhëndri mediokër Kushner, i cili njihet për aferat e pista me Katarin, Arabinë Saudite, edhe pse është në një marrëveshje të habitshme me Ivankën, dhe sipas medias këtu janë separated, por kur e shikon në tavolinë rëndësie, të frikson. Rama kontratën e ndeka paraprake. Pretendonte një telefonat me Donin e Madh, nuk ndodhi. Pretendonte ftesë në Mar-a-Lago, nuk ndodhi. Pretendonte ftesë në Shtëpinë e Bardhë. Të gjitha këto mund ndodhin, mund ngjasin, sepse oborri i Trump ndikohet shumë nga njerëzit që janë afër tij. Por unë besoj se edhe me Ramën do tallen si u tallen me Vučić, të cilin e sollën deri në Mar-a-Lago dhe nuk e lejuan të takonte Donin e Madh. Kushneri me Grinellin kanë krijuar problem të madh në Serbi, sepse godinat ushtarakut bombarduara nga NATO do të kthehen në hotel për ta, në biznes. Rama kërkon ta bëjë me Sazanin. Ndërmjetësi është një tjetër figurë, Rothschild. Por ai që quhet Deep State duhet falenderuar sepse janë ata që e mbajnë këtë vend të madh. Dhe dosjet e mëdha ndaj Ramës janë tilla që nuk ka zot ta shpëtoj. Por ata që vendosin fundi janë shqiptarët. Ju thash që dosja e fundit është ajo Bitcoin. Te rjetimet që po bëhen për Meganical, po merren me Bitcoin. Pagesat janë miliona dollar nga politikanë në Shqipëri për dhe në Kosovë. Pa folur për dosjen Meganical si dosje tërësore, foto me Obamën, shkelje ligjit federal dhe ajo që e rrezikon së tepërmi është dosja e Sinaloës, e grupit shqiptar, të cilët nga Departamenti i Drejtësisë do të kërkohet të ekstradohen, të ngrihet akuzë.
nuk para merrem me emra, me njerëz që kërkojnë të flasin, por kishte tare një shkrim dhe thotë nuk mund të bëjmë paralelizim midis Maduros dhe Ramës. Pse jo? Nuk është thjesht Venezuela për naftë. Maduro është me akuza, indicted nga një gjykat në Florida, si kryetar i një organizate trafikante terroriste. Madje ka dhe një çmim $50 milion për arrestin e tij. Maduro ka planuar të ikë, si shton, me $200 milion në një vend të sigurt. Rama ka filluar të dërgojë një zam njerëzit që kanë shumë njohuri për miliardet e vjedhura nga ai. Ndërta Chelsea është fuga. Tony Blair ka paguar që fuga të jetë në Indonezi si kokë e madhe, personi që mbante lidhjet me Sorosin dhe me Veliajn. Burgosja e Veliajt nuk mund të mbante fugën pranë Leninit, Stalinit, Trotskit shqiptar, Urithit, Surrelit. Por këmban më e madhe është largimi i shefes të kabinetit Bishga, njeri shumë i besuar, mbas takimin me përfaqësuesen e presidentit Trump në Shqipëri, ngarkuara me punë, mesazhet që janë dhënë, nuk mund të flasim sepse nuk janë bërë publike, po duket që Rama nuk është i pranishëm në asnjë nga veprimtaritë e organizuar nga ambasada amerikane. A e blen gjykatën kushtetuese? E blen. Do të jetë skandaloze, do të jetë. A ka përgjegjësi ai për miliarda dollar ose përgjigjen e mafiozit Beketi? Po. A duhet paguaj? Po. Dhe në qoftë se do të blej gjykatën kushtetuese, do të duket lule në 97 dhe Bullgaria. Ka dy mënyra që shpërthen një komp. Ose gradualisht, si ajo tenxherje me presion që vlon dhe shpërthen, ose beftas, si që ishte ai 8 dhjetor i vitit 1990. Askush se kishte menduar. Në këto çaste të vështira për ne, Amerika është aleati ynë, strategjik. Edhe pse presidenti Trump është i paparashikueshëm, atipik, por kupola që kontrollon konservatorizmin amerikan janë me ne. Putini, Vučić, aleatë e Ramës janë kundër nesh. Putini përsëri çmendur, vazhdon dhe vret dhe bombardon në Kiev. Edhe pse Trump ka dërguar një ndërtesaxhi, Witkoff, dhe një mediokër si Kushner për bisedime, për pazare. Duket që Putini po luan me Trump. Djali i Trump, edhe ai mediokër, Donald Jr., thotë që babai do të tërhiqet nga bisedimet sepse e shikon që Zelenski nuk pranon asgjë. Ka disa mënyra për t'i treguar atij shëmtis Kremlinit. E para, Amerika duhet të rrisë prodhimin e naftës dhe të furnizojë Europën, të mos blen nga Rusia. Duhet ndalohen gjithë avionët civil që shkojnë në Moskë. Pik. Të mos lejoj asnjë avion që niset nga Moska ose nga Rusia të ulet në vendet perëndimore. Sanksionet janë reale. Nuk mund ta godasësh Putinin si Madurën, unë e kuptoj. Por lëshimi dhe dhurimi i tokave pafund të Ukrainës, kur një popull luftoi me heroizëm, një popull që tregon që më shumë është europian se sa slav nga sjellja, kjo është jo e frikshme, por është e turpshme për këtë vend të madh që ka mbrojtur gjithmonë parimet, lirinë, të drejtat e njerëzit. Është absurde mbyllja e byros së drejtave të njerëzit dhe demokracisë në Departamentin Amerikan të Shtetit. Ndaj, departamenti është konfuz. Ndaj, departamenti nuk flet më për drejtat njeriu, për zgjedhje. Edhe pse në platformën e strategjisë kombëtare ka mbartur anën e forcave djathta. Natyrisht që
sferat e pushtetit janë disa në Washington. Shtëpia e Bardhë, presidenti, Senati, Kongresi, Ekzekutivi, Departamenti Amerikan i Shtetit. Për çastin, për momentin, departamenti thuajse është si Memec, janë konfuz dhe ende kultura korporative është e majtë. Nuk mundet Rubio me 100 emërime të mbi vendoset mbi ata 26.900 sa vet jurikimsa në stil liberal, progresist, wokist. Merë kohë. Por FBI, CIA, Këshilli i Sigurisë Kombëtare, kur prekan interesat kombëtare amerikane, nuk do t'ja di as për president. Dhe trafiqet, Sinaloa, prekin interesat e sigurisë amerikane. Bitcoini, prodhimet maramëndse në Shqipëri, prekin interesat e sigurisë kombëtare. Natyrisht që Shqipëria është vendi NATO-s. Edhe pse Washington Examiner thot që Rama si Noriega, unë jo vetëm që nuk do ta uroja, por nuk besoj. Kur them në mënyrë demokratike, amerikanët dinë se si të spastojnë. Dhe Rama duket i trembur u rrithi Surelit nga pastrusja Matahari Athinës, mund shkoj te grafa e blerjes gjykatës kushtetuese, por fundi i tij realisht do të jetë i tmerrshëm. Se fundi mbahet mend. Nuk mund të mbash peng një vend për disa dekada. Ai ka një fiksim që do të rrisë më gjatë në pushtet. Dikur e kam thënë që Hasan Prishtina vetëm një javë ka qenë kryeminist. Është figurë tejet më madhështore se Adil Çaçani, se Mehmet Sheu, Bashkim Fino, Alex Sander Meksi, Wilson Ahmeti, madje edhe se Berisha, po të them. Pra, nuk të bën kohë gjatë janë detyrë figurë të madhe historike. Do t'i kthejmë kasetave të Fokusit për të respektuar 8 dhjetorin, kur studentët shqiptar shpërthyen duke nxjerr pra atë që vlonte të nxjerrën me presion Shqipëri të gjithë shqiptarëve, dhe gjithë Tirana ishte me ta. Nitësijat natën e parë te kangjella e legatës italiane, ku ishte vetëm një Benz, 2 makina, jo shumë të armatosur forcat, por nga balkonet godisnin me drut e zjarrit që ishin një diçka shumë e shtrenjtë në atë kohë, me shishe, pra Tirana ishte me ta. Kjo mungon sot. Dhe këtu duhet parë Chelsea, se si ai vend ata njerëz shpërthejnë ndaj të keqës. E keqja në Shqipëri ka vetëm një emër. Ai quhet Edvin Rama. Ma kujto pak të dhjetorin. Në çfarë ore filluan ato shenjat e para? 8 dhjetori, rreth orës 7:30, aty ku është akoma godina 10-11, që është edhe si qendra e qytetit studenti, mlidhen grupet e studentëve, dhe të cilët dal nga dal rritet si mas, bën shumë e më shumë. Biles tani kur e kujtoj u fut edhe në ato emocionet e atëhershme. 19 vjet. Mas kaq vitesh. Masa do më rritej në mënyrë artificiale pafundësisht. Më falë se ndërpres, është era parë që del në ekran televiziv për këtë ngjarje. Për këtë ngjarje po. Po, vazhdoni. Dhe në mënyrë krejt normale, rodhi poshtë aty ku i thon ke vilat. Për në drejtim të bllokut. Ky ishte synimi. Synimi ishte për në drejtim të bllokut. Po. Dhe vendosim aty ku quhet një tip Y që del ke liceu, edhe pjesa tjetër që del ish ke rrugë Elbasanit që ka qenë ish trikotazhja, ku është ajo pjesa që të ndahen aty, ke një kopse që është akoma. Po. Aty ka Y, domethënë ishte gardhi i policisë që nuk mund të çajë më tutje. Ora ishte 7:30 apo më vonë? 7:30, 8:30 domethënë se tash nuk ftohtë, shi, e mban mend? Jo, normal nuk ka qenë shumë ftohtë në fillim.
10 orë. 10 orë, por normal, do në kohë normale. Shi nuk ka qenë atë moment. Hasim në gardin e komplet policisë. Gjatësej kohë hidheshin parulla nga më të ndryshme, poshtë diktatura, poshtë qeveria, do vinin aq shumë sa që nuk mund t'i... Sharje politike. Nga të gjitha. Kryesorja që ishte, që ishte më paqësorja, policia është me ne. E zgjuar. Për atë moment. A ishte policia me ju? A, këtës. Së mund të themi se më vonë duket që... Jemi të ky Ypsilon, që ndodhi më vonë? Në një moment do këtu blokohet, edhe vjen me megafon dikush që do të lejohen vetëm një grup studentësh. Do të shkojnë diku? Ku? Në takim, se kërkoj është takimi do me Ramiz Alin. Nuk duhem asnjë përveç takimit. Si duket këte transmeton dhe rjesht i parë, se mrapa hidheshin goxha gjëra që nuk... Unë kam qenë në distancë rreth gati 50 metra nga gardi i policëve. Në kohën që thonë të dalin dikush, nuk kuptohet, nuk u lexua semra si gjë. Do dilte kush mundte. Kjo më intereson. Edhe unë kam qarë në këtë 50 metra, 100 metra, nuk e di sa mund të them. Edhe jam ndodhur në ballë, po do të shkoj në takim. Grupi kristalizohet kur vemi ke liceu. Domethënë këta që filtruan. Këta që do shkoshin në takim me Ramon. Me Ramiz Alin. Edhe u filtrua domethënë që u bë si grupi krijuar kur ne vajtëm ke liceu e pam njëri tjetrin se sa ishim dhe kush ishim. Ishim një grup i vogël dhe bilezi shumë i vogël në krahasim me sa grupe hasmi. Çdo 100 metra grupe është forcave speciale, atë siç ishin në atë kohë sigurimit të shtetit atë. Domethënë grupe policisë, në çdo 50 metra, çdo 100 metra na shoqëronin. Në kohën që ne drejtohemi ku nxjerr rruga. Më falë një, nga ky grup që ju pat, njihni ndonjë? Asnjë, unë asnjë. Për herë të parë domethënë. Për herë të parë domethënë që shumica ishin meshkuj? Kryesisht meshkuj. Po. Vazhdoni deri nga liceu shkuat drejtim të në drejtim ku është sot kryeministria për të dalë. Aty na ndërprerën dhe na orientuan në drejtim të televizion, në drejtim të stadiumit kombëtar. U kthye nga mbrapa, nuk hyrte kryeministria te rruga. Nuk na lanë, aty dhe na drejtuan. Nga televizioni ambasada italiane. Edhe aty na thanë që do bëhet takimi, por do bëhet në korpus. Me Ramiz Alin. Me Ramiz Alin. Si e ndjet veten kur thatë ju takon Ramiz Alin, se ishte udhëheqësi i vendit. Ishte një lloj. Nuk që diçka e thjeshtë. Normal që ishte diçka e thjeshtë. Po që domon ai pasioni jon domon atë kohë nuk pyeste për asgjë. Qartë. Nuk e shikoni si idhull, si dikush që ishte udhëheqësi i popullit i madh. Kënë grupi pak ke Unio. Qartë. Pak a shumë dhe deri ky grup se siç dihet në kohë. Folët rrugës me njëri tjetrin tani nga jemi te radio e televizioni, po shkonin drejtim të korpusit. Komunikuat me njëri tjetrin? Nuk kishim ne komunikim se domon po ishte gjithë. Nuk njiheshin dhe gjithë turma ikte. Errësirë. Prej 10 vetash normal. Prej 10 vetash domon hasi çdo 50 metra, çdo 100 metra një grup policësh. Gjithë rruga në këmbë. Në këmbë gjithë kohën. Edhe kur jemi fut në korpus ku do bëhet ke 207-a. Kush u priti në korpus? Jam kurios. Në korpus, domon në fillim na thanë do hyni ke 207-a. Po. Po njerëzit hasin domon se kush se në i pari që ka ardhur Xheligjoni që ne kemi protestuar, kush kërkoi vijuve këtu? E njihni ti Xheligjonin atë kohë? Jo. Unë atë kohë nuk e njihsha. Thotë që jam sekretari i pari Tiranës, domon nuk të kërkoj njëri, s'kemi takim me ju. Si ishte komunikimi? Ishte i egër se njifet Xhelili ka qenë pak i rrept? Jo, në të pozitë jo, ka qenë normale. Ka kërkuar të bënte komunikim normal. Bilezi insistonte domon kush problem kini, ju do ta kuptoni. Filtri parë me i fjalë. Ju do ta kuptoni në radhë parë, ju do dilni që këtu i thamë se s'ka kërku kush këtu për këtë punë. E një nga ata kam qenë unë kryesori që kam fol, edhe më vonë që marr vesh që kishte Azemi. Jo, po ju do ta kuptoni, ai është i pari i vendit, do të ka një kështu e ashtu. Mirë, ne duam atë kur të vijë. Ja atëherë kemi çfarë do të kemi. Me ty s'kemi asgjë. Shumë vazhdoi kjo kohë gjatë, rreth orës 1 ashtu 2 pa çereka një gjysmë, domthon ka ardhur. Me Xhelilin sa kohë keni ndonjëherë? Gjithsesi kohë hynte dilte, domthon nuk kuptim ne nuk shkëmbyllim gjë. Në ora sa mund të ketë qenë që filtruam aty 10-ta, në ora kur kemi filtruar ke vendi jo, kur filtruam policin. Qartë ora 10. Shkum ke korpsi, domthon 10 gjysa sa mund të ketë qenë. E deri këtë kohë domthon hynte dilte, doli 2 herë debatoi ul bilezi në krahun e djathtë të sallës 207, nuk ul në podium, ke vendi lektorit. Sa leksionesh po? Sa leksionesh po ka podiumin kur i pedagogu. Nuk ul atje, ul këtu. Masi debatuam kështu domthon e pa që nuk dilte gjë në ky grup që ishte. Ju doni të takonin Ramiz Alin. Gjatë kësaj kohe kur dilte ne po debatonim me njëri tjetrin. Kuptoj. Edhe të parit ju them, unë jam inxhinier mekanike, thash, student inxhinierisë mekanike, po ju? Unë thaj kam qenë në Francë,
kthehem as pezisë, jam pedagog e gjeologji miniera. Në rregull, domthon ky që i vetmi që unë njihja në atë grup. Që ishte me ju, që s'dihet enigm kush është ky njeri. Se ke parë më në politikë s'është. Bilezi do doja, marr shkaz dhe rastin, domthon këta 9-10 sa kemi qenë. Duhet të thonë kush janë. Të thonë kush janë dhe fundi edhe qoftë takojmë edhe thjesht për, si më thënë, për nostalgjitë atyre viteve të pijmë një kafe të gjithë bashkë si qishim. Shumë bukur dhe. Thjesht, domthon përfitojnë ky rast. Dhe bëhet ky debat, jo dështrojmë këtë, jo dështrojmë atë, kërkesat që dështronim, domthon masi ju bëm kjo 10 që kishim aty, se prisnim na koha në kohë që të vinte Ramizalia. Shfaqet rreth orës, domethënë se kohë pati debat midis nesh, dhe ne arritëm atë konkluzionin që veç atyre që dështrojmë këtu, kërkesa kryesore jone është që ne duam takim të gjithë si student me juve. Mos mjaftonte ky takim me Ramizalin, por Ramizalia të shkonte se hante jetë. Të vinte me ne. Qatë natë me ju. Të vinte me ne të shkojnë takim me studentët. Kjo ishte ajo që kërkoni. Siç thash shfaqet, Ramizalia hyn qetësisht duke na përshëndetur, ulet atje në podium. Te lektori. Te lektori. Ajo pyeti si ju quhen si. Edhe nga je. Po. Po edhe nga je, domthon ku çfarë fakulteti je, ç'është probleme kin. Masi bëri këtë po mirë, ha, për çfarë? Ja, erdha për çfarë? Çohem në një farë, domthon siç ishin të gjitha atëherë, domthon kërkesat tona pak a shumë dihesh se kishte gjithë Shqipëria. Që ke dritat, ke ujit, ke menca, ke gjitha domthon problematikën. Dhe një ndër arsyet kryesore që ne kemi edhe shumë gjëra të tjera, i them unë, ne duhet jemi në takim, domthon gjithë studentët kërkojnë takim. Çohet ta zemi prap, i thot një të gjëra, i thot ne nuk kemi asnjë gjë për të thënë këtu, duam takimin e. Po mirë thot, me shumë diplomaci dhe mas edhe ajo ishte me drejta, ja do vi atje thot, do maj fjalim. Kështu që unë dua një përfaqësinë tuaj. Se ura dakord që do bëhet një përfaqësi prej 300 vetash. Të nesmen të takoheshin. Sa zgjati takimi me Ramizalin? Mund të ketë gjatë gjysore, 45 minuta, domethënë nuk mund të jemi saktë në këtë. Nga ora 2 deri në 3 afërsisht, po ti thënë. 2 pa i çerek deri në 2 gjysmë, diçka e tillë domethënë. Gjatë kësaj kohe, edhe dalim, po zbresim, do kthehesh nga student, do të themi që po, u arrit një marrëveshje, nesër do të takohen 300 veta me. Tani zbritët prapë ishit në këmbë drejtim të. Gjatë kësaj kohe që zbritëm, në kohë marrin Ramizi, edhe nga 207 deri kemi zbrit ke Shadrvani. Po. Doon duke më ngacmuar, po ja, çfarë ka aty, çfarë. Domethënë keni pas bisedë me Dialog me mua. Po. Kryesisht me mua, që dialogu. E mban mend në një detaj në një gjë? Detajet domthon me sa pash domthon kërkonte se çfarë kërkonim ne. Ishte po ajo që unë duhet të them po tani çfarë duhet kërkojmë ne më shumë, nuk kemi çfarë të kërkojmë më nga ky sistem. Kur çdo gjë ka shkuar në fund. Po thakë nga ky sistem. Normal që po, sepse ne paktën ne maset gjithë studentë, por në grupet të ngushta ne bisedonim, ose para 2 vjetësh diskutohesh dulla domthon në grupet tona të studentëve domthon 10 që ishte vrarë frika. Po të hyje në mëngjes në qytet studenti, kudo dëgjoj utri llalla, jo që dëgjohesh në ambientet e tjera të Tiranës. Dëgjohesh në shtëpi kështu, kurse ne studentët deri diku e kishim arrit këtë. Pra deri te Shadrivani. Deri te Shadrivani aty shkëputemi. Duke bërë të njëjtin rrugë, shoqëruar po nga këto grupe, çdo 100 metra, çdo 50 metra, grupe ku 20, ku 30, ku 40, domethënë se kush i pa. Fytyra jo miqësore besoj. Normal që jo. Jo në po dhe shumë tegra, domethënë që prisni vetëm vetëm një shkëndija, një nuk e di se si, domethënë. E çan këta që vinë të mbret, çan këta që shetsojnë udhëheqjen, çan këta që i prishin gjumin, se do të jemi realist. Apo jo Kim? Normal që po. Ora 2 e natë nuk kishte ndodhur kurrë që një sekretar i partë shkonte takonte, ishte jashtë protokollit. Normal që po. Unë mbaj mend do të faresh te kasetat e Fokus dhe ka një detaj që tregohet dhe naiv dhe i sinqert. Ja thot, unë hypa makinës në 2:30. E piroj thot dhe pam njerëz për qumësht. Pa 2 natës thot njerëz për qumësht. A thu se ky vite nga galaktika. Që e dinte shumë mirë realitetin, po nëse. Do të mundohem ta gjej atë pjesë. Po, edhe kthehemi si grup. Prap të njëjtën rrugë. Te televizioni, te liceu. Dhe dalim aty ku ishte kordoni policisë. Ku prisnin studentët e tjerë. Dikush merr megafon e thot do të bëhet ky takim e lam këtu që 1 përfaqësi për 300 vetash nesër do takohen me. Kush e mori mikrofonin e mban mendja? Se më mend, mund ta ketë marrë Dhazemi, nuk e di. Në këtë kohë të gjithë studentët ulen në gjunjë e thot na tradhtuat, tradhtar na thon ne. Domethënë vjen një pjesë dërgata që kishte shkuar takonte mbretin. Ndërkohë këtu është kryengritja që pret dhe ju shikoni si tradhtar.
Ne na thanë Dyshues. na tradhtuat. Na tradhtuat domethënë se ne vërtet ju shkuat, Nuk na e sollët këtu. nuk na e sollët këtu. Jo që kompletisht e pamundur. Në këtë kohë, në këtë ulet, merr megafonin figurani saj, për të folë do të shpërndajnë Moza Ferra, një femër që mësot nesme se kush ishte, i merr megafonin dhe fillon të të lëshoj me megafon të tjera gjëra. Për shembull, fillon e shan, Jo, duke shpjeguar njëri që po, si jemi tradhtari herë, duhet të ketë bravo. Filloi që nuk jemi, është lënë kjo sepse u la kështu edhe. Në këtë moment ndërhyn dhe jepet urdhër që të qellohen masivisht. E para Moza domthon ka ngrënë, ose un kam qenë në krah të Mozës, i kanë marrë megafonin dhe kanë filluar domthon, po sa që shumë mund të kenë qelluar shumë dhe njëri tjetrin. sa në pistët dhe këta. Aq paqësor ishin, sa që nuk merrshin vesh ku ishte objektivi dhe Mozën e goditën. domthon derisa ka ra pa ndjenja, domthon në kuptim se godas një fermë me shkopin gome, domthon nuk mund të rezistoj. Ndaj Atë jush- të turrën dhe 20 veta. Ndaj jush ndaj pjesës tjetër. Ndaj çat mundni. Po në krah Moza nga parë domthon gjëra Moza. Fillum domthon ç'a mund. Ti re, jo. Jo, ç'a mund të reagoje domthon dhe ç'a mund tike se nuk ishte ç'a do të bëje domthon në një 30-40 vjeç, Ora 3 natës. ora 3 natës. Deri ke godina 1 domthon kam arritur se kam shpëtu. Kur kam shku ke godina, shoku më ka thënë "Shqyr qerdhe". Se duke ditur që isha në këtë krah, në krahun tjetër, domthon dhe thanë, "Ço ditë shik ta nuk do i kemi më." Se kështu ishte situata. Domthon kjo ishte ajo e gjithë ç'a u pasqyru këtë natë 8 vjetori. U kthyet tek shokët. Ishte ideja që do të shkonin 300 vetët e Kramizalia. Po, ajo u diskutua dhe u lat nesme, do bësh takimi, u bë Këta takimi. që shkuan herën e dytë në Kramizalia, dhe ne jam kuriose, ka shumë që do të kërkojnë të hiqen sikur kanë bërë një gjë të madhe. Si u zgjodhen këta? Këta janë me bërë me përzgjedhje. Si? Si kriteri, domthon, një përzgjedhje nga gjithë ky grup që dhe të tjerë shnunë emra, sollën emra, domthon këtu në detaje nuk mund. Se janë disa pedagogë që kanë shkruar atje, Po, disa ka dhe studentë, pedagogë që ka kanë studentë shkruar. që ishin të majtë. Ka studentë të fakulteteve të tjera, po që ishin dhe të majnë, ose në atë kohë ishin edhe djemtë edhe po vajzat e dikujt. Do ta themi edhe Se këtë. normalisht, unë kam thënë, ishin konviktorët që e bën këtë punë. Deri këtu, deri ke 8 Që vjetori. normalisht, dhe te Kramizalia, Deri ke takimi Ramizalis në 2 pajçere kur ka qenë darget, ishin vetëm student, edhe kryesisht konviktorë dhe kryesisht të inxhinierisë. asnjë pedagog në shesh. Jo. Vetëm ky, marrë shkas nga ky që më faq që jam pedagog se kam qenë 5 vjet në Francë. Edhe sapo jam kthyer jam pedagog ke gjeologji miniere. Se kush që ky? Ai për shkakun mund të mbaj mend shumë mirë debatin tim që kam bërë me Ramizalin dhe Po jo, Xhelidon. po do të dinë edhe këto të partisë punës që kanë ndruar emrin sot, do të kenë pasur një protokoll, ata njerëzit e kanë Ramizalin. Thirrje nga kjo. Ajo morën studio. emrat kur shkuan atje, nuk e mori dikush emrin? Jo. Nuk, fatkeqësisht. Ramizi u pyet, kamera kishte? Kam S'man. fiksu, jo, më duket jo. Po të ketë pas në mrapa, nuk e di se unë kam qenë ke në mes të, dhe kam qenë ballë për ballë, nuk e di që është bëranash. Ai vëmendja ishte përqendru ke debati me Ramizi. Moza, me Ramizalin ishte aktive në takimin. Nuk më kujtohet këtë qenë shumë aktive aty në atë moment. A kishte në ide për pluralizm të ai takimi 10-shës? Edhe nuk pati shumë kohë. Ko, Që të qartë. flisë që për ka gjë, domethënë sepse ne prishim në moment Që e të vinte. që po bëjmë këtë takim dhe duam këtë takim. Edhe insistohesh dhe ke ajo që domethënë këtu kemi ardhur që të vinë në takim, Inxhinieria mekanike ishte bërthama kryesisht. gjeologjia gjithashtu. Çfarë ndodhi tani të nesmen kur u bë ky delegacioni dytë? Si e ndjet vetën e ju për shembull që Delegacioni kishit dytë- qenë të 10-sha? Delegacioni dytë nuk u realizua sepse vazhdoi që vajti ke ambasadë italiane që Po, të nesmen. të nesmen. Ishit aty Rreth pra orës 9 rreth orës 10 në mëngjes, që janë blloku po prap po në rrugën tjetër nga legata italiane që duhet këtë qenë e diel. e diel. Që aty sot janë bë pallate, ka qenë një lëndim, domethënë aty ku ne kemi Po, ka arritur të qenë- çajmë dhe të ikim. Po, ku janë fletë ka qenë një eleksionin fush tjetër. futbolli me fush. me dhe një lëndim tamam për një pallat që Ish fol ambasadës. thuaj që ishte toka e Çekos në kohën tonë. Shkoi lagjes time, lagjes vjetër. Bravo. Bravo, që ishte tokë bosh, Po tok midis bosh, ambasadës italiane në atë thuaj kohë, që e cila sot tok është e blerë amerikane. nga një ambasadë në kohën tonë thuaj Çekoslovakë. Bravo. Nuk e di çka ndodh me Kështu atë. ka qenë një. Është shumë e madhe, është e Ka mbaj. qenë deri në fund, se është bërë pallate, Hapësira do e të madhe. kaçë sot. Hapësirë kalon paralel me ambasadën e sotme amerikane. Hapësira bosh midis. Ka qenë fusha tenisit italloj nga. Edhe ishte kjo që është Po, bërë sot italiani. Sa u ndenj aty? Aty kanë ecë, domethënë deri rreth 2 orë, domethënë që duhesh të çaj, dhe ajo ishte tentativë për të çarë dhe për në shesh. Po
po që nuk u realizua, sepse dhe pa aty prapë ne u goditëm. Prapë ra. Azemi prapë ishte aktiv. Po, aty ka qenë kryet aktiv. Takimit e Ramiz Alia tani. Morët vesh që një përfaqësi shkojnë me taku Ramiz Alin. Po, një përfaqësi për 60 vetash, më duket? Po, ju s'ishet. Unë nuk ishe. Si e ndjet veten? Si e ndjem, domethënë. Në base ne nuk luanim atë konjunkturën, duhet shkuar këtu në këtë takime, duhet bërë këtë takime, nuk e di mbase edhe kjo. Po që dëshira ishte domethënë që duhet të ishim se do t'i kthejmë tani zoti Doçi, do kthehemi prapë. Zvish se koha mua më kërkon. Edhe herë vargjet janë të bukura. Ky brez nuk e di. Po. Ky brez nuk e U di. rritëm tokë ne të dy dhe çdo mëngjes na gjën të bashkë. Nga vash? Po. Ti nuk më vjen, thot, se nuk më do, ti s'më vjen pranë kur unë jam larg. Por unë do shkoj dhe po të mos vish, se koha mua më kërkon, s'mund ta kuptosh ti dashurinë veç në qytetet me Neon. Ja më kujto dhe mu. Dikush më tha se ti do vish, s'më zuri gjumi deri vonë. Më the, më prit në telefon. Alo, zërin të ndëgjoja. Luani Gjerisi i ngrirë se... Si mumje, po vokali ti ishte institucion. Shumë i bukur. U be kjo kryevepër. Në këtë kohë më thrasin komitet partisë. Ky Fotaj Qami, ky, a kupton? Profesori i madh i marksizmit. Dhe më thot, ti bie, më thot, kombinatit autotraktorëve se është një mendje madhe atje, thot. Një kandidat i biros që e ka zgjedhur poliagenti. Kudo në Shqipëri.